Mund të ndodhë, nuk e përjashtoj edhe atë mundësi, edhe pse është paksa problematike, për shkak se gjykata mund të shohet vetëm në interpretimin e bazamentit kërkesës që e ka para vetës. Këtë rast duhet të parë pyetje që i ka dërguar subjekti parlamentar lista server, por mes së rreshtash nuk e përjashtoj mundësi që mund të ketë edhe argumentime dhe arsyetime në tërësi sa i përket procesit konsultimit të kuvendit. Megjithatë, unë besoj që ne rrezikojmë përsëri të futemi në një bllokat të re të konsultimit të kuvendit, kurdo që konsiderohet që kuvendi është i konstituar. Mjafton një palë me dërgu si çështje në gjykatë kushtetuese fakti që ka deputet ministra apo ministra deputet që marrin pjesë në këto procedurat e votimit dhe konstituimit të kuvendit, dhe këto janë shkelje të rënda, shkelje që e prishin komplet konstituimin e kuvendit dhe mundet gjykata shumë lehtë ta pranojë një kërkesë të tillë, dhe kjo kërkesë mund të vijë qoftë nga avokati i popullit, qoftë nga presidentja, qoftë nga partitë politike që janë të përfaqësuara në kuvendin e Kosovës, dhe po që se dikush tenton me sa votu edhe me të themi me zvarrit edhe me tutje çështjen e konsultimit të kuvendit, e ka një bërëm të mjaftueshëm që me e dërgu dhe me kontestu në tërësi konstituimin e kuvendit, si pasojë që s'paku 10 apo 11 deputet që janë edhe duke mbajtur funksionet ekzekutive në qeveri, kanë votuar që nga dita e parë, kur është votu komisioni, kur është votu kryetari, kur kemi pasur edhe procedurat e zgjedhjes së kryetarëve të tripartive shqiptare, dhe rrjedhimisht gjykata shumë lehtë mund të thojë që në tërësi ky proces është antikushtetues, sepse disa pozicione ose disa deputet që mbajnë edhe pozitat e ministrave janë pa pajtueshmëri me ushtrimin e funksionit dhe rrjedhimisht e kanë pamundsuar që të kuvendit konstituohet. Zoti Jokaj, kryetari i kuvendit, zoti Demal Bosha e ka shpall kuvendit të konstituar. Pavarësisht pra mos zgjedhjes së nënkryetarit nga radhët e komunitetit serb. A është i drejtë ky vendim, a është i lehtëshëm ky vendim, dhe me sa kemi pa dhe interpretimet të disa që janë, nëse mund t'i quaj jurist populist, kjo mënyrë është krejt në rregull, për shkak se nuk mund të mbetet peng kuvendi i Kosovës nëse vetëm një nga nënkryetarët nuk zgjidhet. Pra jeta institucionale duhet të gjallërohet edhe duhet të vazhdojë. Ushqerin e prej datës 15 prill, bëhen janë 168 ditë që kuvendi është dashur të konstituohet pa ditë, dhe ka fundi prillit kemi edhe qeverinë e Kosovës. Dhe ajo nuk u bë për një arsye të vetme, për shkak të arbitraritetit të kryesuesit të seancës, konstituive zotit Dehari. Në fillim e shprehti prej datës 1 maj kur e ndroi mënyrën e votimit, dhe më pastaj edhe kur gjykata sjellli një vendim që sipas praktikës parlamentare, sipas rregullorës krejt 4 do të zhvillohet procesi i votimit, deri tek aktgjykimi i datës 28 i 18 gusht, gjykata kryesuesi Dehari pati sjellje arbitrare. U dasht intervenimi i gjykatës që ai të jetë në zbatim të përpik të rregullorës së kushtetues dhe të praktikës parlamentare që votimi të bëhet i hapur. Kur votimi u bë i hapur, atëherë kriju mundësia që të kemi një kryetar të kuvendit. Dhe kur patëm një kryetar të kuvendit që vende nga lëvizja vetëndosur, prapaj në mënyrë arbitrare dy çështje i bëri. Tek ndërrimi i mënyrës së votimit për nënkryetar nga komunitetet dhe tek përmbyllja e kuvendit të Kosovës, duke konstatuar se kuvendi është konstituuar dhe ne mund të bëjmë veprime të tjera të cilat kërkohen sipas rregullorës. Muaj thirrri një mbledhje të kryesisë së kuvendit, fatmirësisht që ajo mbledhje nuk pati quorum nga dy partitë të tjera parlamentare nga LDK dhe PDK, në mënyrë që mos ketë një shkelje tjetër kushtetuese, e cila do të ishte për shkak të quorumit mbledhje e kryer, e faktuar, sepse nga informacionet që kemi pasur, ka pasur tentativë që të niset me formimin e komisioneve parlamentare, të bëhet struktura, sepse praktika është kështu. Konstituohet kuvendi, zgjedhet qeveria po atë ditë ose brenda 2-3 ditëve dhe niset formimi i komisioneve parlamentare. Pra kryetari Bosha në mënyrë arbitrare atë ditë konstatoi se kryesia e kuvendi u konstitua, por po e ritheksoj fatmirësisht që gjykata kushtetuese vendosi masën e përkohshme, masë e cila është pra deri nesër në afat që kuvendit të mos mblidhet dhe të mos fillojnë procedurat për formimin e qeverisë. Si këtë po atë ditë kemi treguar përmes komunikatës që presidentja nuk do duhet të niste procedurat, sepse aktivizimi
i procedurës për formimin e qeverisë nis prej saj dhe jo prej kandidatit prej partisë e cila do duhej me dërgu emrin, por pasi që presidentja. Në ndërkohë sa përket disa deklarimeve që një pjesë e juristëve dhe jo gjyqtarë në gjykatën kushtetuese, edhe një pjesë të opinionistëve që flasin në media konsideroj që është thyrje e inteligjencës tonë për arsye se edhe ata e dinë se si ka ardhur deri tek pavarësia e Kosovës. E përmendëm më herët ku në deklaratë të pavarësisë përmendet karakteri multietnik i shtetit Kosovës që derivon edhe pastaj shpërndahet tek të gjitha institucionet e Kosovës, duke përfshirë pra edhe kryesinë e kuvendit dhe ata duhet ta dinë se një gjë e tillë nuk mund të shmanget. Dhe nuk do të mund të shmanget asnjëherë përderisa kemi një kushtetutë të tillë e cila në mënyrë pozitive, ndoshta edhe për tej, që në vendet e tjera në Ballkan dhe vendet në Evropë ju garanton si më thonë privilegje shtesë, por krejt kjo në kuptim të mirëqenies së tyre edhe si më thonë rehatimit në institucione në kuptimin që ata të jenë komod në prani të një komuniteti ose të një populli siç është populli shqiptar, që është populli shumicë. Pra, një gjë e tillë është bërë me këtë qëllim.